Miqprizmos. Në Shqipëri po ndodh një fenomen i jashtëzakonshëm, i cili është deformimi jashtë çdo lloj filozofie dhe jashtë çdo lloj manuali politik midis të djathtas dhe të majtës. Në kohët e fundit tani, Fratelli d'Italia, ose forca më e madhe politike në Itali, ajo e kryeministres Meloni, fakt edhe djatha tjetër, përfshi dhe Lega Nord ose Forca Italien, promovon edhe uron Shqipërinë për ecjen e saj, bashkimin me Evropën, Bashkimin Evropian, me hapat e mëdhej që ka bërë përpara, dhe njëkohësisht nuk kritikon dhe nuk përmend shumë edhe këto elementet e ndodhive të protestave në Shqipëri. Nuk i përmend se në radhë para ata nuk janë kundra zhvillimit të resorteve, nuk janë kundra automatikisht Jared Kushner edhe Ivanka Trump, nuk e trajtojnë si problem që po i shitet Shqipëria Amerikës edhe po krijohet një plasdarm amerikane përballë Italisë, këtë e bën e majta italiane. Por në fakt, po i bëhet Partia Socialiste që është në pushtet, dhe këtë ja bën e djatha. Kur e majta është kundra, e gjitha e majta, jo vetëm ekstremi i saj, po gjitha e majta. Praktikisht është edhe Partia Demokratike e tyre, që është ish Partia Komuniste, dhe 5 Stelle. Edhe shumë forca tjera grupustra, grupime. Në Evropë të Bashkuara, sidomos edhe me të majtën në përgjithësi, po edhe sidomos dhe left që quhen ata, neomarxist, komunist, nuk e di, gender, tipash që sigurisht janë kundra të gjithë këtyre llojeve veprime, kundra zhvillimit, kundra kapitalizmit, kundra investimeve, ata janë kundra. Ndërkohë që Fratelli d'Italia thotë urime Shqipërisë po ecë përpara, po zhvillohet. Dhe këtu tash i vjene deformohet edhe ai karakteri të krave, të hapjes ideologjike në spektrin e duhur politik midis majtës dhe djathtës, po themi edhe qendrës. Çfarë ka ndodhur? Praktikisht kjo punë ka filluar me 2 elementë të rëndësishëm, për cilët Edi Rama është sjellë si i djathtë. Dhe po t'i shtojmë edhe elementin e tretë, atëherë i vendoset kapaku. 2 elementet kryesor të ndjeshëm janë marrëveshja e Edi Ramës, qeverisë shqiptare me qeverinë italiane të Giorgia Melonit për kampet e refugjatëve. Ka 2 vjet që përpëlitet Italia dhe vetëm 2 ditë përpara, kur është vendosur në një farë mënyrë edhe u bë dhe aprovimi i ecjes përpara tonë, nga me 400, nuk e di 480 vota, nuk e di sa u bë, me një amandament të smajtës edhe ai, të majtës progresiste, jo anti-evropiane. E majta jo evropiane, ekstremit majtës ka votuar amendamente kundra. Pra, bëri një marrëveshje e cila u sabotua nga gjyqtar sallak majtist në Itali. Nuk lejonin që Meloni të sillte refugjat klandestin në gjatër dhe pastaj t'i çonte në vendet e veta. Me anë veprimeve, durimit të madh, me anë veprimeve, Forca Fratelli d'Italia, Forca Italia dhe Lega Nord arritën që me grupet parlamentare të shumicës të votonin, dhe këtë nuk e japin lajmet tona, sepse janë sipërfaqësore, janë marrëzi e plot informative. Japin vetëm ata komunistat me grush që bëjnë kështu, që kundërshtojnë investimet në Shqipëri, ato i dhanë të gjithë. Mos tanë komunist pa dhanë duke sharë Shqipërinë dhe duke kthyer, si me thënë, Shqipërinë në lulen e madhe anti-amerikane në Evropë. Të gjithë këto lajmet tona e dhanë. Kurse të gjithë të djathtën, në përgjithësi që thoshte reemigracioni, ktheheni mbrapa klandestinët, to nuk i dhanë. Dhe ky është gabimi i parë i Edi Ramës. E them thojza, sepse edhe unë kështu do kisha vepruar.
Sigurisht Italisë do t'i kisha dhënë mundësinë për të ndërtuar ato dy kampe për të kthyer klandestinët në vendin e tyre. Po Edi Rama është kryetari i Partisë Socialiste, që bashkohet filozofikisht me djathtë. Sepse sigurisht ai shikon në radhë parë interesin e vendit të tij. Thot Italia, por në të vërtetë është duke vepruar me të djathtët, nuk po vepron me të majtët. Dhe të majtët i erdhën këtu. Miqtë e tij të dikurshëm erdhën ke kampet e Gjatrit, përfshi atë që për mua tash është i Matteo Renzi, i cili ka qenë mik i Ramës, kanë qenë kryebashkiak të dy miq, ky i Tiranës ai i Firencës, dhe tash janë armiq politik. Po ashtu erdhi Eli Schlein, kryetaria e Partisë Demokratike, partisë dytë në Itali, i erdhën gjatë për ta kundërshtuar. Erdhën deputet dhe senator italian të Cinque Stelles për ta kundërshtuar. Dhe sigurisht kanë ardhur dhe të djathtë, të cilët kanë thënë se sa mirë është. Pra, kjo është një zhvendosje në një farë mënyre të parimit të djathtës së të majtës. Që Edi Rama sigurisht ka bërë marrëveshje me të djathtët duke u rënë nesh të majtëve të vet. Një kjo. 2. Firmosja të Donald Trump të bordit paqes. Në kundërshtim të plot, jo vetëm me të majtën, por një farë mënyrë edhe me partitë e qendrës evropiane. Mirë po, edhe këtu, Edi Rama nuk është se shpeshton politikisht ka parë interesin e vetë politik. Edhe unë po tisha të shkoja interesin jo personal timin politik, po interesin e Shqipërisë. Interesi i Shqipërisë është që asnjëherë t'i bijem kundër Amerikës kushdo qoftë presidenti i saj. Sepse nuk mundemi asnjëherë të prishim ose të dobësojmë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dobësinë e jashtëzakonshme gjeostrategjike që kemi në Ballkan. Absolutisht asnjëherë. Dhe këtu nuk shifet interesi i Edi Ramës, këtu shifet interesi i Shqipërisë. Edhe unë mund ta quaj bordin e paqes një trill të Donald Trump. Po dhe mas trilleve të tij do shkoj, se përndryshe do të digjeshim. Se përndryshe këtu do fut të hundët gjithkush. Sigurisht duhen mbajtur ekuilibrat me Evropën, dhe në një farë mënyrë Edi Ramës janë lëkundur, por ata e kuptojnë që ai nuk ka se si vepron do të ndryshe. Nuk mund t'i thot a priori Donald Trump në interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që nuk janë vetëm nëpërmjet Donald Trumpit, janë akoma më tepër po të zgjerohesh poshtë. S'mund t'i thuash jo në asnjë lloj mënyre, pavarësisht nëse jam dakord apo nuk jam dakord me bordin e paqes. Dhe normalisht ky ishte fakti i dytë i Edi Ramës, Parti Socialiste, të sjellur si djathtë. Normalisht që është prishur qefi, një pjesë të madhe. E majta ekstreme ose e majta e Evropës është kundra Edi Ramës sot. Absolutisht kundra. Dhe i thot akseleron edhe këtë që janë mbrenda i korruptu me dikush ka thënë dhe fashist. I kemi thënë dhe brenda këtu jo më jashtë. Është shumë element tjerë të cilët janë drejtuar, shigjete janë drejtuar në Shqipërisë. Dhe njëkohësisht tash të gjithë protestat sillen në Shqipëri, konsiderohen, sepse ata i kanë organizuar, ato ja kanë bërë këtë puç, përfshi dhe Sorosin, konsiderohen anti-Amerikë. Sot Shqipëria lavdërohet sepse është anti-amerikane, sepse kundërshton Jared Kushner. Në të vërtetë ata atje, këto majtistët e vegjël që dalin, ultramajtistët e vegjël që dalin në shesh Tiranë, janë të organizuar në mënyrë të tillë. Pak e kanë mendjen ke flamingo të Jared Kushner, aty e kanë mendjen vetëm një pjesë një të majte e cila tenton që të çojë ultramajtistë, në fakt janë neomarksistë janë, që tentojnë të çojnë, si më thon, kokën lart përballë atyre që s'kan lidhje fare me ideologjinë, po janë thjesht demonstrues të cilët urrejnë, kanë urrëtitjen ideologji, nuk është se kanë një ideologji të përcaktuar mirë. E treta ishte klamoroze, thonë në Itali. Detyrimi nga jashtë, sigurisht,
kryeministit shqiptar që të shkojë në parlamentin izraelit. Në momentin më të keq, në kulmin e urrëties botës në Haiti, sidomos botës të majtë, po edhe botës qendrës edhe një pjesë të djathtas. Urrëties jashtëzakonshme që kishte krijuar nëpërmjet bombardimeve në Gaza, vdekjes njerëzve aty. Sigurisht, Edi Rama ishte i detyruar dhe ka rënë në këtë pozicion që është i detyruar, por edhe këtu ka të bëjë gjeopolitika e jashtëzakonshme. Nuk është çështje pro-Izrael, është çështje e marrëdhënieve me partnerin kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo i dha fund tash besueshmërisë së Ramës edhe në qarqet e larta. Tronditi marrëdhëniet me presidentin e Francës, i cili sigurisht është në ikje. Por këto marrëdhënie janë tronditur, pavarësisht se janë miq, ai e di pse ndodh ky fenomen. Janë tronditur marrëdhëniet me mikun e tij të madh, Sanchez, kryeministin e Spanjës, i cili ka marrë goditje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe ka dhënë goditje. Dhe shumë partive, kryetarët partive si motra, partive socialiste, partive të majta, nuk po diskutoj ekstremit e të majtës që janë komplet idiot dhe të cilët të bëjnë keq. Po në përgjithësi të majtës, qendrës edhe qendrës majtë. Dhe sigurisht për Shqipërinë, për këtë u bën amandamentet vetëm nga e majta, jo nga e djathta. Në Parlamentin Evropian, të gjithë parlamentarët e majtë gati u involvuan në amandamente për Shqipërinë. Pavarësisht se një pjesë e tyre pastaj votuan për Shqipërinë, e djathta votojnë në shumicë, vetëm e djathta ekstreme dhe e majta ekstreme votuan kundër, ato 160 vetë. Sepse votimet për Shqipërinë janë bërë me një sasi impresionante, më tepër se me Malin e Zi. Mali i Zi ka marrë rreth 400 pak. Shqipëria ka shkuar 460, domethënë ka marrë rreth 50-60 deputet më tepër vota se Mali i Zi. Por amandamentet ishin nga e majta, jo nga e djathta. Dhe fitoi në një farë mënyrë amendamenti i të gjelbërve, i cili i thotë, shiko, krijoni mundësinë që të bashkoheni me ne për sa i përket standardeve, bëni këtë standarde që treqeriku i tyre është bërë praktikisht, mbetet bëhet një pjesë tjetër, sepse aty s'ka marrë as leje, as ka vepruar, as ka ndërhyrë kërkush, aty është shitur vetëm toka, po se po ndërtohet, s'kan marrë leje ndërtimi, as leje zhvillimi. E kam fjalën për Zvërnecin, sepse për Sazane është krejtësisht mohabet tjetër. Por e majta këtë punë ka bërë. Ka rritur dhe duhet roket Shqipërinë për anti-amerikanizmin e saj, anti-trumpizmin e saj. Demonstratat ata e konsiderojnë kundra Trumpit dhe kundra Jared Kushner, kundra Izraelit, kundra Amerikës. Kjo është arsyeja. Ndërkohë që akuzojnë Ramën si shërptor Trumpit, shërptor të Amerikës, etj. Në këtë pikë fillon zhvillimi edhe në Tiranë, sepse një nukull i madh aty, i njerëzve, janë thjesht neomarksist, që përkrahen nga Arlind Qori, i cili është një neomarksist për vete, antikapitalist, janë të shprehur kundra investimeve, kundra kapitalizmit, e duan çdo gjë të shtetit, duan kontrollin e shtetit me gjithçka. Nukull protestuesës, nukull edhe ke Arlind Qori. Por pastaj janë edhe ata të Adriatic Lapaj, anti-establishment, ata që janë kundra kësaj, kundra këtij, që praktikisht janë anarkist, po që mund të sillen edhe majtas edhe djathtas. Është agron shehi me partinë e tij personale dhe njerëzit e tij të punës që në vend që të sillet djathtas bën ballistin e majt, janë edhe pastaj edhe kaçatorrat e Partisë Demokratike që nuk është se nuk e kuptojnë, janë një pjesë aty që nuk është se nuk e kuptojnë që ata janë një grup i majt. Po të këta janë fort bolshevik në sajtë Sali Berishës, edhe sigurisht ju leverdis që tjetë një lëvizje e madhe, s'ka rëndësi se qa janë, majtas apo djathtas, rëndësi ka që shajnë qeverinë dhe Edi Rama. Kur shajnë pastaj Sali Berishën, ata heqin emrin e Sali Berishës dhe vendosin Belinda Ballokun. Praktikisht kemi të bëjmë me një lëvizje e cila po ta shtrydhësh mirë, si as pecën, ta marrësh ta shtrydhësh, ajo që del nuk është asgjë tjetër nga nraku i të majtës. E një ultramajtizmi që po kthehet në lëvizje.
Dhe si që kam thënë në fillim, sigurisht, kemi të bëjmë në një spektër I cili I mungon e djatha e vërtet, I mungon në mënyrë tragjike, ose e djatha shprehur. I mungon. Nuk mund ta besosh Partinë Demokratike për djathtë, sa të ketë Sali Berishën, ja. Edhe qëllimet, sjelljet dhe idetë e tij të çmendura, sigurisht që pjesë të tjera pastaj s'kan ideologji fare, s'kan bosh ideologjik. Duhet besojmë që e quan veten Parti Socialiste ajo Edi Ramës, por Edi Rama sjell si I djathtë dhe e shpjegova se si, s'pakut në arenën ndërkombëtare është I qartë, por edhe në arenën brenda tenton të thot element social Partia Socialiste, por praktikisht kemi të bëjmë me një parti e cila elementin sociale ka në plan dytë, ka investimet edhe kapitalet e mëdhaja në vend të parë. Pra sillet si e djathtë. Dhe normalisht tash po krijohet edhe një front I cili nuk mund të bëhet I madh, lëvizje, nuk e dia do kthehet në parti, sepse front lëvizje jemi në fazat embrionale, por që konceptet e tyre kundra kapitalit, kundra investimeve, me demek me fjalë të gjelbërta, me demek me flamingo, edhe me demek me budalliqe gender edhe, sepse aty ke edhe ata që janë pro-genderit e pro-gate, lëvizjeve të tilla, LGBTQ, aty brenda ke pastaj edhe gjithfar, aty brenda ke edhe njerëz të hurit e dritarit. Dhe për ta që janë aty, ata mund të persekutojnë njerëz që ju vjen përballë, edhe mund të pranojnë gjithfar idiotësh ose të hurit e dritarit, pikërisht atë që them unë, mjafton të jesh pro tyre. Por si lëvizje, këtë formë ka marrë dhe me sa duket kjo formë do t'i udhëheqë deri në fundin e tyre. Kush është fundi I tyre? Unë nuk e di se kur edhe kush është fundi I tyre, po unë e di që do kenë një fund. Do kenë një fund sepse sigurisht janë krejtësisht, jo në nivel filozofik, jo në nivel politik, jo të elaboruar normal, janë thjesht shajnë edhe trujnë shpirtra, bëhen agresiv, po nuk tentojnë të bëjnë agresivitet fizik kaq të madh sepse e dinë që po filluan agresivitetin, përfundoi lëvizja atyre, sepse sigurisht do dali policia, do të lagen, do përfundojnë si protestat e Sali Berishës, dhe do zvoglohen, njerëzit do ikin, por praktikisht aty nuk shoh njerëz, edhe pse thonë akademike, nuk shoh njerëz që elaborojnë, që kanë ide se si do përvijohet. Përfundojnë vetëm me fjalët jo këtu e jo atje, ky s'bën ai, s'bën poshtë, ky e poshtë ai, tratar, ky e tratar ai, po konstruktivitet që të çohet nga një turm, të kthehet në lëvizje, nga lëvizje të kthehet në një parti, dhe të ketë ide të qarta, përveç se jep Rama dorëheqjen, mazira kot, sepse me atë fuqi që ka Rama, me ato deputet që ka, dhe me rregullat e demokracisë nuk mund t'japi dorëheqja aq kollaj, sepse duhet përbëj numra për të dhënë dorëheqjen. Dhe dorëheqja ka disa kushte në demokraci për t'u dhënë. Duhet mungojnë në radhë parë numrat. Demokracia është numër. Në qoftë se ti ke numrat, nuk jepen as dorëheqjet, as bie qeveria. Bie prej vullnetit, por nuk ka arsye për të pas vullnet edhe ku t'ja dorëzosh, se këtu është gjithë historia. Çfarë bësh? Do të bësh zgjedhje, po ka kushte për të bërë zgjedhje. Dhe këto ata nuk I dinë. Jo vetëm nuk I dinë, por nuk duan të dinë se këtu është. Po, I di Sali Berisha, dakord, po këtu nuk kemi pastaj të bëjmë me lëvizje më. Kemi të bëjmë me po 2 personat në fjalë. Nëse s'po I hyj se ky është një diskurs tjetër. Ajo që desha të bisedoj dhe bisedova me ju ishte pikërisht kjo. Konfuzioni midis të djathtës dhe të majtës. Dakord, miqtë e mi?